Një zjarr i madh që ka nisur para një jave është duke ju afruar fshatit Paligrat të komunës së Studeniçanit. Zjarfikësit janë duke bërë përpjekje që mos të lejojnë flakët që të afrohen te zona e banuar. Drejtori i Qendrës së Menaxhimit të Krizave Muhamet Ali ka njoftuar për një mobilizim masiv nga ajri dhe toka për vënje nën kontroll të zjarrit në Paligrat. Në teren është angazhuar një numër i madh ekipesh dhe forcash për shuarjen e zjarrit në zonën e Paligratit dhe Kitkës. Në ndërhyrje janë përfshirë 3 avion të DMSH-s, një helikopter i Ministrisë së Punëve të Brendshme, ekipet zjarfikëse të qytetit të Shkupit dhe ekipet e pyjeve nacionale. Ndërhyrjen po e koordinojnë drejt për drejt në teren. Ekipet po veprojnë me intensitet për lokalizimin dhe shuarjen e zjarrit si dhe për parandalimin e përhapjes së tij. Ali ka bërë të ditur se momentalisht nuk ka rrezik për fshatin Paligrat dhe as për fshatrat e tjera në zonën e Karshiakës. Situata po monitorohet vazhdimisht dhe të gjitha ekipet mbeten në gatishmëri, ka shkruar ai. Nata ka qenë dramatike edhe në disa lokacione në Strumic.